Shqipify paraqet Moby Dick, lexim I ngadalt në gjuhën shqipe, me tekst në shqip dhe anglisht, si dhe me ilustrime. I përsosur për të praktikuar të dëgjuarit, për të zgjeruar fjalorin dhe për të familiarizuar më mirë me gjuhën shqipe. Personazhet: Ishmaeli, detar I ri që do të shoh botën dhe të mësoj më shumë për gjuetinë e balenave. Ai është dëshmitar I përplasjes mes kapitenit Ahab dhe balenës së madhe të bardhë Moby Dick. Kikeg, fuzhnjar vendas që bëhet shok me Ishmaelin dhe e shoqëron në të njëjtën balenier. Me një natyrë të qetë, ai është shumë I mençur dhe bujar. Kapiteni Ahab, kapiten me përvojë I balenierës Pekod. Ai është I fiksuar që të gjuajë balenën e bardhë që kur Moby Dick ja këputi këmbën gjatë një gjuetie. Oficeri I parë Starbuck, oficeri I parë në bordin e Pekodit. Është një burr serioz dhe I kujdesshëm. Ai nuk e kupton fiksimin e kapitenit të tij që të ndjek dhe gjuaj Moby Dickun. Oficeri I dytë Stab, oficeri I dytë në Pekod. Ai gjithnjë të mos lullën e vet dhe është me humor të mirë. Ka shumë përvojë në gjuetinë e balenave. Është përgjegjës për njërin nga varkat e gjuetisë. Tashtego, fuzhnjan indian lëkur kuq që I asiston oficerit të dytë Stab në varkën e tij të gjuetisë. Ai është njëri prej atyre që I dallojnë balenat nga Pekodi. Fedallah, një burr misterioz që shoqëron kapitenin Ahab në kërkimin e tij për të kapur Moby Dickun. Parashikimet e tij e udhëheqin kapitenin në këtë sipërmarrje të çmendur. Moby Dick, balena e madhe e bardhë, terrori I detrave. Ai njihet për bardhësinë e vet shkëlqyese dhe egërsinë e sulmeve. Është balenë e vjetër, pra shumë I zgjuar. Kapitulli 1. Një mik I ri. Më quani Ishmael. Shumë vite më parë, kur mbeta pa para, vendosa të hip në një balenier. Kisha përvojë pune si detar I anijeve tregtare, por gjuetia e balenave më mbushte me kureshtje. Doja të filloja lundrimin nga Nantaketi, ishulli prej nga niseshin balenierat e vendasve. Kështu, shkova në portin New Bedford. Arrita natën dhe varka e fundit për Nantaket ishte nisur, ndaj nisa të kërkoj ndonjë dhomë. Shkova në një bujtinë që dukej e lirë. Brenda kishte detar të rinj. Bujtinari më tha se nuk kishte vende. Mirëpo mund ta ndaja shtratin me një fuzhnjar. Ishte shumë më mirë se të ecja rrugëve gjithë natën, ndaj pranova. Ishte pothuajse mesnat dhe fuzhnjari ende nuk dukej. Bujtinari më tha se mund të mos vinte fare. Mezi më zuri gjumi, kur papritmas më zgjoj zhurma e hapave. Ishte ai. Fuzhnjari hyri brenda me një qiri në dorë. U shtanga kur pash se kishte fytyrë me lëkurë të errët dhe ishte plot tatuazhe. Ishte kokëruar, por në ball kishte një tuf flokësh. U zhvesh dhe pash se të gjithë trupin e kishte të mbuluar nga tatuazhet. Ai nxori një statuj të vogël të zezë dhe nisi të recitoj një lutje. Pastaj mori një tomahawk që ishte dhe lull dhe nisi të tymos.
A I hyri në shtrat bashk me tomahokun dhe unë bërtita. Kush dreqin je ti? Po nuk fole të vrava, më kërcënoi ai. Bujtinar, më ndihmo, thira I trembur. Për fat të mirë, bujtinari erdhi dhe I shpjegoi se ne do të ndanim shtratin. Kikeg nuk të bën asgjë, më tha ai. Pastaj, vendasi u tregua shumë miqësor. Kjo më bëri të kuptoj se ai ishte trembur po aq sa unë. Ditën tjetër, nisa të bisedoj me të dhe ai ofroi të tymosnim bashk lullën e tij. Ndjeva se edhe pse vinim nga kultura të ndryshme, mund ta kuptonim njëri tjetrin dhe u bëm miq. Ai madje donte të shkonte në të njëjtën balenier si unë, që të rinim bashk. Duke ka përcyer Nantaketin, disa nga pasagjerët qeshën me mikun tim që ishte vendas. Kikegu e kapi njërin dhe e hodhi në ajër. Kapiteni I tragetit e qortoi. Çfarë po bën? Mos doje ta vrasësh? Ta vras? Ai është peshk I vogël. Unë vras vetëm balena, u përgjigj Kikegu. Në atë çast, një erë fort e këputi njërin direkt dhe ai goditi pasagjerin që po qeshte dhe e hodhi në det. Para se dikush të bënte diçka, Kikegu u hodh në ujë dhe e shpëtoi. Të gjithë u habitën me bujarinë e tij. That was the first chapter out of 10. If you'd like to continue with the remaining 9 chapters and gain access to the new Slow Albanian podcast, consider becoming a member of the YouTube channel. The Slow Albanian podcast features episodes spoken in slow Albanian to help you improve your listening skills, expand your vocabulary, and build your confidence in the language. As a channel member, you'll get access to 2 new Slow Albanian podcast episodes every week, 1 new book chapter every week, and many more learning resources and materials added regularly to help you achieve fluency in Albanian. Thank you for your support, and I look forward to helping you continue your Albanian learning journey.